Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi sot për më 11 janar i shpalli zgjedhjet lokale për 4 komunat: Gostivar, Mavrov, Rostush, Vrapqish dhe Qendër Zhupë, ku më 19 tetor në raundin e parë të zgjedhjeve lokale nuk pati dalje të mjaftueshme të qytetarëve. I pyetur se si e komenton faktin që zgjedhjet nuk u caktuan për në dhjetor kur kërkoi aleanca për shqiptarët, por po kalojnë në janar, Valbon Limani u shpreh i përgatitur kurdo që të mbahen ato, ndërsa siguroi se ai sërish do të jetë kandidat. Po, ne insistuam që afatet kur të mbahen zgjedhjet lokale të përsëritura në komunën e Gostivarit të jenë para vitit të ri, duke pas parasysh se rezultatet përfundimtare për komunën tonë ishin të prezantuara më datë 29 tetor dhe konforta saj duke u nis nga ligji i cili rregullon se dhe thotë se në afat për 60 ditësh duhet të mbahen, kërkonim që të mbahen së paku më 28 dhjetor. Mirë po, si afat, Komisioni Qendror Zgjedhor ka marrë datën e përfundimit të tërë procesit zgjedhor dhe konfort kësaj caktoi datën 11 janar. Gjithsesi ne do të përgatitemi edhe më 11 janar qytetarët sërish do të flasin. Sa i përket pyetjes së dytë, nuk kemi asnjë informatë se çka dhe si do të ndodhë. Me sa e di të martën qeveria ka seanca qeveritare, do të presim sido që të ndodhë, ne tani për tani vazhdojmë punën dhe aktivitetet të cilat i kemi paraparë në komunën. Kryetari i Gostivarit dhe kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim në zgjedhjet e 19 tetorit Valbon Limani ka deklaruar se koncepti i zgjedhjeve të përsëritura nënkupton domosdoshmërinë e zhvillimit të garës me të njëjtët kandidat si në raund të parë. Ai theksoi se interpretimet juridike që ka marrë nga ish-gjyqtar dhe ekspertë të së drejtës konfirmojnë se rregullat duhet të jenë të njëjta për të gjithë. Nuk mund të ndodhë që unë të kërkoj census prej 17.000 votash më 19 tetor, ndërsa një kandidat i ri i cili nuk ka qenë pjesë e garës të bëhet kryetar komune me 5.000 vota pa asnjë census. Kjo e cënon barazin dhe e shtrembëron demokracinë, është shprehur Limani. Ai ka kërkuar qartësi nga institucionet dhe paralajmëroi se ndryshimi i parimeve të garës do të hapte dyer të rrezikshme për manipulim politik, ka thënë Limani.